Sot ekipi i FSK-s kishte ardhur në Prizren për të njoftuar të rinj të këtij qyteti lidhur me konkursin e FSK-s që ka të bëjë lidhur me kadetët. Nën Togeri, Besnik Thaçi shpjegon se kësaj radhe Forca e Sigurisë Kosovës bën pranimin e kadetëve për vitin akademik 2015-2016, të cilët do të studiojnë në këto qendra universitare, në Qendrën për Studime Universitare në Universitetin Amerikan në Kosovë, në Republikën e Turqisë gjërgjësisht Akademinë Ushtarake, në Republikën e Kroacisë në Universitetin e Zagrebit dhe në Republikën e Maqedonisë në Akademinë Ushtarake të këtij shteti. Kemi ardhur që të dërgojmë qytetarëve të Prizrenit për konkursin që ka hapur Forca e Sigurisë Kosovës për kandidatët të cilët do të kenë drejtë të studiojnë në Akademinë Qendrën për Studime Ushtarake në Prishtinë. Gjithashtu, Republika e Kosovës marrëveshjet që ka me Republikën e Maqedonisë, Republikën e Kroacisë dhe me Republikën e Turqisë kanë marrëveshje që pranojnë kandidatë edhe në këto vende. Ato kandidatët duhet të jenë nga Prizreni apo nga vendet përkatëse? Sot si ekip mobile kemi dalë në qytetin e Prizrenit. Konkretisht do të njoftojmë kandidatë nga Prizreni, mirë po nuk është gjithë shtetësit e Kosovës kanë të drejtë të aplikojnë në këtë konkurs. Ata që do të studiojnë në FSK, fjala është jashtë Republikës Kosovës, çfarë kushte duhet të plotësojnë? Përveç disa kushte që duhet të plotësojnë që tregon fletushka, duhet të jenë domosdoshmëtar të Republikës Kosovës, njëkohësisht duhet ta njohin gjuhën përkatëse në vend që të studiojnë. Këtë rast në Turqi duhet ta njohin gjuhën turke, në Republikën e Kroacisë gjuhën kroate, në Republikën e Maqedonisë gjuhën serbo-maqedone, kështu me radhë. Afati për konkurim në Akademitë Ushtarake në Kosovë e në Turqi në drejtimin Akademi Tokësore në Akademinë e Turqisë është nga 1 qershori deri me 19 qershor 2015. Gjatë këtij viti, në Qendrën për Studime Universitare do të pranohen gjithsej 10 kandidatë, në Republikën e Turqisë do të pranohen 3 kandidatë, në Republikën e Kroacisë do të pranohen 2, ndërsa në ato të Turqisë do të pranohen gjithsej 9 kandidatë. Edhe gjithë ky shkollim do të zgjasë për 4 vite të plota. Kështu që për gjitha shpenzimet që do të mbuloj Republika e Kosovës këtë rast kandidatëve. Kurse ata që konkurrojnë në Akademinë të Zagrebit, afati konkurimit është nga 1 qershori deri më 10 qershor të vitit 2015.